Për një prunë do të me gjithë marrëveshje mes vete, vëllezërit ose kush do të qoftë tjetër, jo me orë vdekja është seni i fundit që do të më na ndodhë. E mira peshë më do këti ka që si dhësht legjt, se tash liri po, kushtet po, nuk është pasurie e madhe po, nuk mush me hek diçka keq. Pak sen me vran njëri tjetrin është gjoja fundit njetë që do të me vrau dikonin. Allahu do të me afal këtë pasurinë edhe me vrau se do të me vrau. Mirë. Brenda javës patëm shumë vrasje. E kishëm në Klin, domethënë dy vëllezër që u vranë. Po. Patëm brëm një tjetë po do jetë që u vranë, domethënë një person, mirë po duhet një grua sot që s'mund t'i rezistu plagëve edhe ajo domethënë dy viktima. Si sheh këtë vrasje brenda javës shumë? Shumë keq po ndodhin këto dhe vrasjet edhe në komunikacion shumë njerëz po shkojnë brenda jave që është e me rruse, me vdes njerëzit për çdo ditë. Si thotë s'në mirë. Pse arsyeja nuk e di. Kjo në Klin thuhet që domethënë pronë është problemi që ata ka filluar kjo vrasje domethënë si është? Kjo kontrashikuese gjithherë të shqiptarët për pronë, po tash ka mjaft prona, mjaft pasuri, nuk di pse me ndodh. Kalumën ka pas. Po ka pas. Ka pas shumë. Ka qenë pengesë kjo prona, shtëpit, pasuria, domethënë kanë ardhur. Deri kjo që sot nuk është për të ndihmë mirë si shqiptar. Nuk është mirë për një prunë. Do të me gjithë marrëveshje mes vete, vëllezërit ose kush do të qoftë tjetër, jo me orë vdekja është seni i fundit që do të më na ndodhë. Për mua është çdo ditë nuk i pse hyn në rrjetet sociale, prej vrasjeve, prej komunikacioni, mos komunikacioni, me shku të rritë për çdo ditë. Nuk di. Komunikacioni është diçka tjetër, po vrasje me motiv. Me motiv. Kjo që po vjen. Kemi vrasje edhe ndaj gjinisë femrore, dhunë familja shumë. Dhuna shumë e keqe, po. Kush janë ato faktorë që po e çojnë këto vrasje me ndodh në vendin tonë? Si janë faktorët? E mira peshë më do këti ka që si dhësht legjt, se tash liri po, kushtet po, nuk është pasurie e madhe po, nuk mush me hek diçka keq, nëse punon nuk mush me hek keq. Zdi pse duhet për pak sen me vran njëri tjetrin, është gjoja fundit njetë që do të me vrau dikonin. Të merret jetë për një pasuri. Për një pasuri ajo s'ka koment. Hiq më pak të vllau. Vllau do të me afal këtë pasurinë edhe me vrau se do të me vrau. A du të persona të kenë dënim për jetëshëm? Të mos ndodhen të raste? Kush e vrau njëri tjetrin, vrausit do të mu dënu maksimalisht. A pas të kalumen e juj, keni dëgju vrasje, apo tash më shpesh janë të vrasje? Tash më shpesh, ka pas edhe në kohën e prindërve të mi, e di që i kanë tregu, ama tash që është diçka për shpesh, kam vosirin për ferma. Sa do të ishte ajo thirrja jote që do të kishe bërë thirrje ti si qytetar për to ndalimin e vrasjeve, çka kishte qenë ajo porosia jote? Po mas pari shteti do të këta me i dënue, si thot edhe pa gjyq, do të me i dënu për jetësisht në burg. E për njerëzit do të me qenë pak të vedeshëm, çka po ndodh, çka po bojnë, do të me ndalu pak veten, mos me ardhur deri kjo punë. Edhe tjerët me ndihmu njëri tjetrit se përpara kanë pasën edhe prej rrethi ndihmë, prej burra, prej pleqve, një rrethi ose një fshati. Edhe i kanë ullë këto tensione. Jo me orë kështu për pak. A është një zgjidhje tjetër për pas vrasjeve që mund të bëhet? Ka marrëveshje, mund është me diskutu, me debatu për çka do qoftë, jo me ardhë veç të vrasjat e. Faleminderit shumë për kohën, vash zote që të jenë vrasjet e fundit. E fundit, inshallah se shumë keq. Shumë keq. Por atë me rrojnë. Neve për atë me rrojnë, unë s'kam kësi rastin, familje, veç kjo është merë. Falenderoj shumë për mendimin tënd.
Ditë mbarë, dhash zoti që mos kem të vrasje, mos lasim mos diskutojmë për to. Dhash zoti, inshallah. Faleminderit. Shëndetje Gëzime, faleminderit shumë.